Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar telefonin që ka hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania nga ana e Luizit. Një bisedë që ka ndodhur në oborin e shtëpisë mes Luizit dhe Artanit, tashmë si një banor i vetëm, Luizi ka hedhur hipotezat që në valixhen e tij ku i mban rrobat ka një telefon dhe i lutet Artanit që të shkon ta merr atë telefonin dhe ta mban gjatë lojës kur do t'i duhet për të komunikuar dhe për ta parë Instagramin jashtë. Menjëherë publiku e ka marrë si të mirëqënë, domethënë duke mos mbetur të analizojnë dhe t'i thonë vetes që prit, është vërtet një telefon që Luizi do ta përdor brenda shtëpisë së Big Brotherit për t'i dhënë informacione Artanit si një banor i vetëm, apo nëse është një pikpyetje shumë e madhe se çfarë në fakt po ndodh. Kjo ka qenë një shaka, me patjetër një shaka e Luizit, i pas keni haruar shpejt shakat e tij. Luizi bënte gjithmonë shaka, argëtoheshte, nuk është se i kishte të mirëqëna këto muhabete në fakt, në kuadër të lojës, në kuadër të situatave. Ai me kastile i bëri këto gjërat sepse dëshiron që t'i vej banorët në pikpyetje, që të fillojnë të hamendsojnë, të krijojnë mendime në kokën e tyre se në fakt çfarë po ndodh. A vërtet Luizi ka një telefon dhe ka ardhur që t'i jep informacione Artanit, apo si qëndron puna e tij? Luizi nuk ka një telefon, është një lajm që Luizi në fakt ka provokuar, një bisedë që Luizi ka provokuar. Normalisht Luizi brenda asaj shtëpie është me zero kontakte, njëjtë siç janë banorët e tjerë.